Kandidatja për kryetari komune nga lëvizja vetëvendosje në Gjakovar Brian Agafci, para se t'i prezantoj kandidatët për asamblist nga ky subjekt politik, tha se vetëvendosje angazhohet për shtet social e zhvillim ekonomik. Gjakova, komuna jonë, sot më shumë se kur ka nevojë për ndryshime. Dhe jo për ndryshime të vogla, për ndryshim të një emri me një emër tjetër apo të një personi me një person tjetër, por për ndryshime rëndësore, për ndryshime në çdo fushë dhe sferë të jetës sonë. Papunësia, varfëria, zhvillimi i ulët ekonomik, emrimet politike në secilën fushë të jetës, degradimi i kulturës, mosmarrja e hapave dhe përkraja e sportit rinisë, të gjitha janë probleme të shumta që ballafaqohemi secili prej nesh në çdo ditë të jetës sonë. Ajo prezantoi të 38 kandidatët për asamble komunale në Gjakov, mes të cilëve Driton Çaushi, Mimoza Shala, Tuha Qurdina e kështu me radhë. Kandidatët u shprehen se do të angazhohen maksimalisht që Gjakova të përparojë. Kanë thënë njerë që kur do të nalësh me specin në zhdukje. Edhe jo këmë këthy që nuk jemi specin në zhdukje, po specit si puna ime po rritën dita ditës. Në një shqetësim serios në komunën tonë është ndërtimi në tokat bujqësore ku në vazhdimësi me të njëjtin trend të shpejt nuk do të mbet në asgjë për prodhim për të mbuluar nevojat për konsumin vendor e mos të flasim për eksport. I pranishëm ishte edhe sekretari organizativ i vetëvendosjes Dardan Molliçaj, i cili potencoi se qëllimi ynë nuk është pushteti, qëllimi ynë është qytetari. Unë jam i bindur që kjo paraqitje sot këtu do ta bëjë një ndryshim shumë të madh në qytetin e Gjakovës. Gjithë e dim se çfarë parlamenti dhe çfarë politike në Kosovë ka pas para vitit 2010 dhe para pjesëmarrjes në Parlamentin e Kosovës të deputetëve nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Pjesëmarrja e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje në Parlamentin e Kosovës e ka transformuar parlamentin. U premtua fushat e ndershme dhe angazhim në të mirë të qytetarit.